në këtë edicion do të ndiqni. Të premtën mbahet protestë gjithë popullore në Tiranë në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-s që po mbahen në Hag. Vazhdon numërimi i votave në qendrën komunale të numërimit në Gjakov. Shfaqje dhe aktivitetet të ndryshme në teatrin në Gjakovës gjatë muajit tetor. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Të premtën në kryeqytetin e Shqipërisë në Tiranë mbahet protestë gjithë popullore në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s që ndodhen në Hag. Është paralajmëruar se në këtë protestë do të shkojnë edhe shumë qytetarë të Kosovës. Organizata veteranëve të luftës së UÇK-s kanë bërë të ditur se protesta radhës në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s do të mbahet në Tiranë. Kryetari i OVL-së së UÇK-s Husni Gucati bëri të ditur se kjo protestë në kryeqytetin e Shqipërisë vjen pas protestave në Prishtinë dhe Hag. Ai shprehu mirënjohje për qeverinë shqiptare për kujdesin dhe përkrahjen e vazhdueshme ndaj kësaj çështje madhore kombëtare. Pjesëmarrjen në këtë protestë, e cila do të mbahet më 17 tetor në Tiranë, e ka konfirmuar edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili tha se kërkesën nga organizatorët për postimin e njoftimit e ka pranuar me kënaqësi. Për zhvillimin e kësaj proteste ka reaguar dhe ministra për Evropë dhe punët e jashtme e Shqipërisë, Elisa Spiropali, e cila është shprehur se në Tiranë, në Prishtinë, në tetove, kudo ku rre zemra shqiptarit, ne jemi bashkë në një thirrje e një besim. Liria ka emër. Përveç të parit të qeverisë shqiptare, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla ka bërë me dije sot se të gjithë deputetët socialist do të marrin pjesë në protestën që do të mbahet në Tiranë më 17 tetor, në mbështetje të krerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hag. Edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka mbështetur këtë protestë, duke deklaruar se ka qenë vetëm një agresor dhe ajo është Serbia. E para shtetit tha se UÇK-ja ka mbrojtur me dinjitet qytetarët e Kosovës e Republikës tonë. Pjesë e kësaj proteste pritet të jetë edhe Ndrit Thaçi, djali i ish-presidentit dhe kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, si dhe 2 tifogrupet, Dardanët dhe tifozat Kuqezi. Protesta së premtës do të mbahet në sheshin Skënderbeu në Tiranë, me fillim nga ora 17, derisa ky organizim vjen pas atij në Hag, ku me mira qytetar kanë kërkuar lirimin e ish-krerëve të UÇK-s, Hashim Thaçit, e Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit, të cilët ndodhen në paraburgim që nga nëntori i vitit 2020. Në qendrën komunale të numërimit të votave në Gjakov, është duke vazhduar numërimi i votave të dala nga zgjedhjet e 12 tetorit. Zyrtarët thonë se procesi po shkon sipas planifikimeve dhe të 13 ekipet e angazhuara në 2 ndërimat janë duke punuar intensivisht që procesi të finalizohet i plot ditën e premtë. Në qendrën komunale të numërimit në Gjakov po vazhdon numërimi i votave të kandidatëve për kuvend komunal. Armir Rexhaj, zyrtari i lartë komunal i zgjedhjeve, përmes një përgjigjeje me shkrim, ka bërë të ditur se edhe dita e dytë e numërimit po zhvillohet pa pengesa dhe sipas planifikimeve. Sipas Rexhajt, deri në momentin e raportimit, janë numëruar gjithsej 38 kuti me flet votime. Ai shtoi se nëse nuk shfaqen probleme teknike, pritet që procesi i numërimit të flet votimeve për kandidatët e listave të subjekteve politike për kuvend komunal të përfundojë të premten. Në proces janë të përfshirë 10 komisioner dhe vëzhgues, të cilët po kujdesen që çdo vot të numërohet në mënyrë të saktë dhe të dokumentohet sipas rregullave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ky proces është pjesë e fazës paszgjedhore, ku përveç rezultateve të përgjithshme të partive, përcaktohen edhe numrat e kandidatëve fitues për ulset në kuvendin komunal të Gjakovës, në bazë të votave individuale që ata kanë marrë. 15 tetori ju kushtohet edhe grave rurale. Përmes kësaj dite, synohet të kthehet vëmendja te gratë që jetojnë në zona të largëta rurale, të flitet për kontributet e tyre në zhvillimin rural dhe bujqësinë e vendit. Lushe Domgjani është njëra nga të shumtat gra që jeton në fshat dhe ka një ditë shumë të organizuar në kryerjen e obligimeve ditore dhe kujdesin ndaj baktive.
15 tetori kushtohet graven rurale. Në ditën ndërkombëtare të gruas rurale, vëmendja kthehet te gratë që jetojnë dhe punojnë në fshatra dhe që çdo ditë janë shtylla e zhvillimit rural dhe bujqësisë. Në fshatin Kustar të Gjakovës takuam Lushe Domxhoni. Ajo tregon se dita e saj nis në orët e para të mëngjesit me punët rreth shtëpisë dhe kujdesin për bagtinë. Ne fillojmë ditën shumë të lumtur, edhe zgjohemi herët, edhe unë për veti merrna punë shtëpisë. Kam lopë, kemi blete këto sene, rregulloj qumshtin, baj djathin, kosin, edhe baj pastrimin e shtëpisë, mas ne i përgatitna për më ardhmë me punu këto në restorant. Lushe Domxhoni tregon se kjo punë është bërë një rutinë e përditshme. Tash më ka bo si rutinë, në smuj me nej pa këtë punë, se kam kontakt me njerëzit, kena punojmë bashkë me gra familjare, edhe jemi shumë të lumtura. Në krahasim me kohën përpara, se kena bë vetëm punë të shtëpisë dhe kena nejtë mbyllura, pavarësisht se kim dalë ndonjëherë në qytet e kështohen nëpër familje diçka, po tash jemi më mirë shumë. Mes tjerash, Domxhoni krahasoi se si ka qenë puna e blegturisë dhe punëve të shtëpisë kohë më parë. Koha kaluar kanë shumë më ndryshe, për shkak se nuk janë kanë as mjetet, tash janë bë edhe mjetet e punës, kemi zgjojmë atë kohën edhe për krejt punë tjera, edhe për me mrimart këto. Mjellim, bashët, patate, qepe, speca, krejt këto i bëjmë vetë. 15 tetori mbetet kështu një ditë reflektimi dhe mirënjohje për të gjitha gratë si Lushe Domxhoni, që çdo mëngjes nisin ditën mes punëve, tokës dhe përkushtimit për jetën rurale. Doktoresha ginekologe Aida Kumnova ka pohuar se viteve të fundit është rritur vetëdia e çifteve që të bëjnë kontrolle të rregullta para planifikimit të shtatzanisë. Kumnova gjithashtu ka treguar për shenjat e para që dalin në pa kur një shtatzani është në rrezik dhe cilat janë hapat që duhet ndërmarrë. 15 tetori njihet si dita ndërkombëtare e përkujtimit të humbjes së shtatzanisë dhe foshnjave, ditë kjo në të cilën nderohet kujtimi i foshnjave të humbura dhe rritet ndërgjegjësimi për humbjet e shtatzanisë. Doktoresha Aida Kumnova, ginekologe obstetër, e ftuar në emisionin e mëngjesit Ama mirë këtu a atje në televizionin Syrje Top Radio, ka treguar për shenjat e para që dalin në pa kur një shtatzani është në rrezik dhe cilat janë hapat që duhen ndërmarrë. Tash varësisht në cilin periudhë kohore jemi duke biseduar, se shtatzania ndahet në 3 periudha, në 3 mujorin e parë, të dytë dhe të tretë. Nëse kemi të bëjmë me 3 mujorin e parë të shtatzanisë, domethënë rreziku i saj është me gjakderdhje, kur pacientja ka dhimbje të fundit të barkut dhe një gjakderdhje, atëherë menjëherë duhet të kërkojë ndihmën e mjekut në mënyrë që të parandalojmë. Mirë po, në 3 mujorin e parë të shtatzanisë është edhe një seleksionim natyral i shtatzanive, ashtu quajmë na në gjuhën mjekësore. Domethënë që nënkuptohet që shtatzanit të cilat janë jo normale, shtatzanit të cilat kanë probleme, domethënë ato vetveti u seleksionon dhe organizmi i hudh si shtatzani jo normale. Ndërsa nëse bisedojmë për 3 mujorin e dytë të shtatzanisë, mund të jenë dhimbjet e fundit të barkut, hapja parakoshme, rrjedhja ujorit, domethënë janë të rrezikshme, të cilat duhet të kërkojmë menjëherë ndihmën e mjekut. E pyetur për ndikimin e stresit në shtatzani, ginekologja tha se ky faktor është negativ në zhvillimin e frytit. Normalisht stresi në punë, stresi në shtëpi, sidomos nëse është një femër me një angazhim super të madh, do të ketë stres të arrijë gjithçka i nevojitet me punë në shtëpi, ndikon negativisht te zhvillimi i frytit, për arsye se çdo ndjenjë të cilën e ka nana, është një ndjenjë të cilën e përcjell edhe te beba. Nëse një stres e ka nana, ajo do ta përcjellë edhe te fëmia e saj. Mes tjera është doktoresha Kumnova shtoi se në moment që vërehet diçka e rrezikshme në mbarvajtjen e shtatzanisë, kontrollat mjekësore dhe ndihma e mjekut janë të domosdoshme. Dhimbja e kokës të fëmijët dhe adoleshentët është shpesh arsyeja për kontroll apo konsultim te profesionistët. Doktori neurolog Jetish Jetishi thotë se nuk duhet anashkaluar asnjë simptom, e cila përsëritet disa herë brenda një periudhe të caktuar, duke shtuar se kohëve të fundit, sëmundja e migrenës është shumë e shpeshtë edhe te mosha rinore, e sidomos te gjinia femrore.
Doktor Jetish Jetishi, neurolog, shpjegon se migrena tek të rinjët është një sëmundje komplekse neurologjike dhe mjaft e shpesht, sidomos tek gjinia femërore. Ai tregoi edhe disa nga shkaktarët kryesor. Migrena është një sëmundje komplekse neurologjike, e cila është mjaft e shpesht të rinë kryesisht te gjinia femërore. Shkaktarët kryesorë të kësaj janë predispozita familjare, shkaqe gjenetike dhe faktorët ambiental. Tek një pjesë e pacientëve mund të shfaqet edhe aura apo çrregullime të pamurit, ku zakonisht trajtimi i këtyre simptomave bëhet nga mjeku neurolog dhe rëndësia e vizitës është tejet e rëndësishme, shtoi doktori Jetishi. Zakonisht migrena është sëmundje e kokdemës së tipit pulsiv, e cila paraqitet në një anshëm apo mund të jetë edhe dy anshëm. Është e përcjellur domethënë me kokdeme pulsive, me çrregullime të ndjesisë të vjellurit, shpesh edhe me të vjellura me sensibilitet apo ndjeshmëri ndaj zhurmave dhe ndritave. Kryesisht 2/3 të migrenave mund të përcillen edhe me aurë, siç janë dritat në sy dhe çrregullimet e të pamurit. Zakonisht trajtimi i këtyre simptomave bëhet nga mjeku neurolog. Ka shumë rëndësi që pacientit të vizitohet një herë te neurologu të eliminohen shkaktarët tjerë. Doktor Jetishi shpjegon se asnjë metodë diagnostikuese nuk mund të tregojë drejt për drejt migrenën. Diagnoza vendoset vetëm pasi të eliminohen sëmundje të tjera që kanë simptoma të ngjashme me migrenën. Asnjë metodë diagnostikuese nuk mund ta evidentojë migrenën, por duke eliminuar sëmundje të tjera, të cilat kanë simptomatologji të njëjtë me migrenën, mandej konstatuohet diagnoza e migrenës. Ekzaminet që duhen bërë janë rezonanca magnetike për të eliminuar gjakdelën. Diagnozë diferenciale pra hyn gjakdela subarachnoidale, që kokdemi është paroksizmale e njëjtë me kokdemin e migrenës, mandej sinuset, trombozat e sinusëve në kokë dhe rritja shtypjes intrakraniale që ndërtohen edhe tumoret. Migrena te të rinjët është një sëmundje komplekse dhe e shpesht, prandaj është e rëndësishme të kërkohet vlerësimi i një neurologu për të vendosur diagnozën e saktë dhe për të përjashtuar sëmundje të tjera. Ecja është një aktivitet sportiv që ka një rëndësi të veçantë në shëndetin e çdo njeriu. Frekuentuesit e natyrës thonë se ecja në natyrë ju kanë ndihmuar shumë në mbajtjen në formë të shëndetit, si dhe relaksimit për të nisur mbar angazhimet ditore. 15 tetori i shpallur nga Organizata Botërore e Shëndetësisë si Dita Ndërkombëtare e Ecjes në Natyrë, ka për qëllim të promovojë një mënyrë jetese të shëndetshme përmes aktivitetit fizik dhe ecjes në natyrë. Në Gjakov, shumë qytetarë shfrytëzojnë ditën për të dalë në natyrë e për të kujdesur për mirëqenien e tyre fizike dhe mendore. Ata thonë se ecja është ilaçi më i mirë për moshën e tyre. Ecja për mua është shumë e mirë, se nuk marrë kur farborna, heci për ditë, e kom një të hesne para dite heci vetëm, mas dite heci me shoqen. Këtu që i bëj dhe 20 km në ditë, nështë edhe ma shumë, po 20 janë sigurta. Shënimi kësaj dite në mbar botën synon ngritjen e vetdijes së institucioneve dhe qytetarëve mbi rëndësinë që ka natyra. Disa shfaqje të bukura janë planifikuar të prezantohen gjatë muajit tetor. Drejtoresha e Teatrit Albulena Kreziu Bokshi i ka pohuar mediumit tonë se gjatë gjithë muajit tetor, përmes shfaqjeve, komedisë dhe ngrohtësisë së artit, Teatri Hadi Shehu do të përcjellë mesazhin sensibilizues në muajin roz, se përmes artit dhe kujdesit ndaj njëri tjetrit, dhurojmë pak kontribut për muajin roz. Teatri Gjakovës do të sjellë një seri shfaqjesh të veçanta gjatë muajit tetor, duke ofruar një përzierje të pasur me drama, komedi dhe performanca artistike.
Drejtoresha e Teatrit të Gjakovës, Albulena Kreziu Bokshi, theksoi se ky muaj ka filluar me një nismë mbështetje për gratë që janë përballur me kancerin e gjirit. Ky muaj së pari kemi filluar me një lloj përkrahje të grave të cilat kanë vuajtur ose kanë luftuar me kancerin e gjirit, gjë që edhe muaji i tetorit është i tillë. Prandaj edhe dizajnin e programit e kemi bërë në solidarizim me të gjitha gratë që kanë luftuar me këtë sëmundje. Kreziu Bokshi u shpreh se teatri ka bërë përpjekje të vazhdueshme për të ofruar një program të larmishëm dhe tërheqës për qytetarët. Ajo i bëri thirrje të gjithë atyre që dëshirojnë të shpëtojnë nga rutina e përditshme, që të vizitojnë teatrin dhe të shijojnë shfaqjet e tij. Vazhdojmë edhe me reprizat. Ky vikend fakt të premten edhe të shtunën i kemi reprizat e shfaqjes No Surprise, është një shfaqje, një monodram nga një aktor shumë i ri, një aktor i ri dhe shumë i talentuar, Erxhan Mehmeti, i cili do të na sjellë një shfaqje pak më ndryshe për publikun ton, ndërsa me datën 18 të shtunën është shfaqja reprizohet Bejo Sevdis, i bëj thirrje të gjithë ata që dojnë mi ikë pak për dëshmërisë, edhe të premten edhe të shtunën kanë mundësi më ardhë në teatr. Do të vazhdojmë pastaj edhe me shfaqje tjera, ne vetë se kemi plasuar në fillim të muajit kalendarin që e kemi, programin që e kemi gjatë këtij muaji. Gjithashtu drejtoresha përmendi një veçori të veçantë që do të prezantohet këtë muaj në Teatrin e Gjakovës. Një tjetër veçori e këtij tetori është edhe Kosovo North Macedonia Theatre Showcase, e cila organizohet nga Qendra Multimedia dhe ne do të jemi një koqir i shfaqjes Kufiri, ku me që rast në pjesë e publikut do të jenë rreth 150 vetë ndërkombëtar nga gjithë Evropa dhe Amerika, cilët janë kritik të artit, janë gazetar, janë artistë të ndryshëm, por që janë fokusin e kanë të teatri. Po atë ditë në mbrëmje, Teatri Gjakovës udhëton në Teatrin e Prizrenit, fakt në burgun e qytetit të Prizrenit, ku do ta shfaqim Bejo Sevdis në kuadër të showcase-it. Edhe pastaj do vazhdojmë me shfaqjen e fundit, por jo nga rëndësia, është Bouncers nga regjisori Kastret Saqipi. Mes tjerash, Kreziu Bokshi tha se ajo është e kënaqur me numrin e vizitorëve, që mbushin sallat e teatrit sa herë që jipen shfaqje. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga moti vranë të medjell, me temperatura që kanë lëvizur nga 6 deri në 18 gradë Celsius. Edhe për nesër parashihet moti vranë të medjell, me temperatura të cilat do variojnë nga 10 deri në 17 gradë Celsius. 9 deri në 14 gradë Celsius parashihen vlerat e temperaturës gjatë së premtes, karakterizuar nga moti vranë të merreshje shiu. Moti vranë e merreshje shiu parashihet edhe për të shtunën, me temperaturë minimale 8 gradë, ndërsa maksimalja pritet të jetë 17 gradë Celsius. Për të dielën, temperaturat do variojnë nga 3 deri në 15 gradë Celsius, karakterizuar nga mot me diell dhe vranësira të herpashershme. Mot me diell dhe vranësira parashihet edhe për të hënën, shoqëruar nga temperatura 5 deri në 17 gradë Celsius. Për të martën parashihet mot i ndryshueshëm, me temperatura që do lëvizin nga 8 deri në 17 gradë Celsius. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Të premtën mbahet protestë gjithë popullore në Tiranë në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-s që po mbahen në Hag. Vazhdon numërimi i votave në qendrën komunale të numërimit në Gjakovë. Shfaqje dhe aktivitetet të ndryshme në Teatrin e Gjakovës gjatë muajit tetor. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjeqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Miropafshim.